Prokuroria e Vlorës ka sekuestruar 10 dosje të arkivuara të zyrës së aseteve, shumica prej të cilave lidhen me menaxhimin e hapësirave të plazheve, që prej paradites së të martës e deri në mesnatë oficer të policisë gjyqësore, oficer të krimit ekonomik në drejtimin e prokurorisë së Vlorës kanë kontrolluar dosjet për harkun kohor 2023-2025, ndërsa kanë marrë me vete materialin e fotokopjuar. Burimet tregojnë se bëhet fjalë për një hetim të nisur një vit më parë për çështjen e parcelave të plazheve dhe menaxhimin e tyre. Në fokus të hetimit janë procedurat e ndarjes dhe parcelizimit të hapësirave të plazheve, si dhe kontratat e lidhura për shfrytëzimin e tyre gjatë këtyre viteve. Po ashtu, objekt verifikimi janë edhe disa sipërfaqe publike, të cilat dyshohet se mund të jenë dhënë në përdorim në mënyrë të parregullt. Sipas të njëjtave burime, ndërhyrja e prokurorisë ka ardhur si pasojë një sër denoncimesh të mëparshme nga qytetarë dhe subjekte të ndryshme, të cilët kanë ngritur shqetësime për abuzime të mundshme në dhënien e hapësirave publike dhe përfitime të padrejta nga persona të caktuar.